Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte do të flasim për një risi të rëndësishme në fushën e oftalmologjisë në vendin tonë. Klinika Gjermane e Syrit në Kosovë ka sill pajisjen më të re dhe më të avancuar Teneo, një teknologji e gjeneratës së fundit që po ndryshon në mënyrën si realizohen trajtimet dhe operacionet e syrit. E për më shumë detaje rreth kësaj pajisje do të na flas doktor Valbon Ajazaj. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Ju faleminderit juve. Doktor, çfarë është pajisja Teneo dhe për çfarë po përdoret në fushën e oftalmologjisë? Për të folur për pajisjen, së pari do të kisha dëshirë që tregoj pak për historinë e intervenimeve laserike në Kosovë dhe në klinikën gjermane të syrit. Pajisja Teneo është një pajisje, një eksimer laser, i cili bën largimin e dioptrisë nëpërmes të rrezeve ultraviolete, të cilët bëjnë ndryshimin e sipërfaqes së syrit dhe nëpërmes kësaj edhe përmirësimin apo eliminimin e tërësishëm të dioptrisë. Eliminimet e dioptrisë me eksimer laser në Kosovë kanë filluar në vitin 2005, pikërisht në klinikën gjermane të syrit, atëherë kur filluam me përdorimin e laserëve me qëllim të largimit të dioptrive. Kjo pajisje është një pajisje avancuar, është një pajisje e re, është prodhim i fabrikës së njohur Bausch & Lomb së bashku me Technolas, të cilët nëpërmes një inxhinierie të lartë kanë krijuar një aparaturë e cila është shumë e efektshme për largimin dhe mënjanimin e dioptrive. Doktor, pse u zgjodh pikërisht kjo pajisje pra në klinikën gjermane të syrit në Kosovë? Ajo që është më rëndësi të pajisjet në përgjithësi, mund të them që është shumë e rëndësi që pajisjet të jenë të reja. Kjo është një element shumë i rëndësishëm. Pastaj pajisjet të jenë të mirëmbajtura, duhet pajisjet të kenë servisimet e rregullta, po ashtu ambientet ku përdoren këto pajisje duhet të plotësojnë kriteriumet në mënyrë që pajisja të ketë një funksion sa më të mirë. Prandaj edhe gjitha këto elemente kanë bërë që ne të zgjedhim këtë pajisje, është një prodhim gjerman, prodhuar nga inxhinierët gjerman, dhe kemi menduar që është një pajisje e mirë për t'i shërbyer sa më tepër, sa më mirë pacientëve. Cilat janë ato veçoritë e kësaj pajisje Teneo dhe ato pajisje të tjera që dallojnë? Veçori e pajisjes Teneo është i ka disa karakteristika që e dallojnë nga pajisjet tjera. Së pari, largimi është shpejtësia të cilën e ka kjo pajisje, do të thonë largimin e dioptrisë e bën diku brenda 1,2 sekondave. Një veçori tjetër e rëndësishme është trackingu, ashtu quajtur trackingu, ose përcjellja e lëvizjeve të syrit, pasi që gjatë intervenimit është shumë e rëndësishme që pacienti të fikson, por në një dritë, por po ashtu dhe pajisja ta përcjell lëvizjet eventuale të syrit. Kjo pajisje ka atë mundësi që t'i njohë lëvizjet e syrit, bën njohjen e syrit nëpërmes njohjes së veçorive të ngjyrës ose të irisit, po ashtu bërë përcjelljen në 3 dimensione të lëvizjeve të syrit dhe përcjelljen e këtyre lëvizjeve bën në një shpejtësi të madhe dhe gjitha këto e bëjnë mjaft të efektshme dhe e karakterizojnë këtë pajisje. Po tek pajisjet tradicionale që kanë qenë të mëparshme pra në dallim prej kësaj, çfarë kanë ato? Mund të them që në përgjithësi në botë kriteriumet për dhërjen e licencave për këto pajisje janë të larta, prandaj unë jam real dhe them që të gjitha pajisjet i plotësojnë kushtet për të punuar, mirë po ajo që ka është shumë e rëndësi, atë që e thash edhe më parë, është natyrisht çdo pajisje e re i ka karakteristikat diçka më të veçanta, natyrisht teknologjia avancon çdo ditë, prandaj edhe përparësitë e pajisjeve të reja janë më të mira në krahasim me ato të vjetra, pas që teknologjia avancon çdo ditë dhe çdo herë me daljen një teknologjie të re gjithmonë kemi një karakteristikë apo një veçori më të mirë që të jemi sa më të sigurt dhe sa më të saktë në intervenimet që i kryejmë.
Doktor, a mundesh me na bu një dallim prej pajisjes të vjetër dhe të ri, do më thonë pjesën praktike pra në krahasim me metodat e tjera? Po, këto pajisje bëjnë largimin e dioptrisë, metodat të cilat i përdoren gjërësisht janë disa prej tyre, intervenimet laserike më të njohura janë lasik, të ashtu quajtura lasik, kur gjatë këtij intervenimit bëhet një prerje në sipërfaqen e syrit dhe pastaj laseri bën largimin e dioptrisë. Një metodë tjetër është metoda e cila tani po përdoret gjërësisht e quajtur trans-PRK, ku nuk kemi prerje, mirë po më duhet të cek që kjo metodë është përdorur edhe në të kaluarën, edhe në të kaluarën e kemi aplikuar këtë metodë në pacientë të cilët kanë qenë kandidat për këtë metodë, mirë po të metodat e kaluara, largimi i sipërfaqes është kryer në mënyrë të themi ashtu mekanike, ndërsa tani me këtë pajisje largimi mund të bëhet në mënyrë laserike dhe pastaj laseri bën largimin e dioptrisë, mirë po edhe në të kaluarën kemi mundur dhe kemi kryer këto intervenime të quajtura PRK, të cilat intervenime në aspektin teknik është më i lehtë, do të thonë rreziqet janë më të vogla intraoperative, ndërsa me metoda tjera kërkojnë një njohuri më të gjerë dhe një shkollim më të gjatë, ndërsa me këtë metodë natyrisht është më e lehtë, mirë po rehabilitimi është pakës më i gjatë në krahasim me metodën tjetër, mirë po të gjitha këto metoda natyrisht duhet të aplikohen te pacientët, por së pari duhet që të përzgjidhet metoda e duhur, por po ashtu edhe pacienti i duhur. Sa ka rëndësi të jetë pacienti i duhur në këtë rast, në këto intervenime? Kjo është shumë me rëndësi, pasi jo të gjithë pacientët janë kandidat për një intervenim të caktuar, të themi refraktiv. Ekzistojnë një numër i madh i ekzaminimeve të cilat i kryem në mënyrë që të shohim se cili pacient për cilën metodë është. Ekzistojnë metoda të ndryshme për mënjanimin, largimin apo zvoglimin e varshmërisë nga syzat, duke filluar nga intervenimet laserike, por ekzistojnë edhe intervenime tjera, me të cilët mund të përmirësohet shikimi. Ato intervenime janë intervenimet me të ashtu quajtura kontakt lente të brendshme, ndërsa në moshat pak më të shtyera dhe më të vjetra janë intervenimet me ndërimin e thjerëzës. Do më thonë të intervenimet është e rëndësisë së veçantë që pacienti të përzgjidhet, të kryen të gjitha ekzaminimet e nevojshme, të njihen kundër indikacionet që cilët pacient bën të intervenohet, cilët jo, dhe pastaj të zgjidhet edhe metoda e duhur. Për shembull në pacientët e rinj, metodat natyrisht më të mira janë këto me excimer laser, por edhe ekziston një kufizim i dioptrive deri ku mund të kryen këto intervenime. Te pacientët të cilët kanë dioptri më të mëdha, për shembull, ka pacientë të cilët kanë dioptri 8, 10 ose edhe më tepër dioptri të azëm të dioptrisë së minusit, të cilat me laser nuk mund të mënjanohen, atëherë ekzistojnë metoda tjera, për shembull metodat me implantimin e lenteve të brendshme, të cilat janë metoda shumë të efektshme dhe me të cilat mund të largohen edhe dioptrit shumë të mëdha. Ndërsa të moshat të themi mbi 40, 45 vjeç ose 50 vjeç, më tepër rekomandohet largimi i thjerëzës, lentës së njeriut dhe zavendësimi me lente artificiale, e cila është lente e përhershme. Dhe me të cilët pastaj mund të rregullohet edhe dioptria. Doktor, sa është interesimi pacientëve që të përdoret pra operimi me këtë pajisje? Interesimi i pacientëve për të bërë të pavarur nga përdorimi i syzave dhe largimin e dioptrive gjithmonë ka qenë i madh. Edhe në botë ekziston një rritje e numrit të pacientëve, të personave të cilët kërkojnë që t'i nënshtrohen intervenimeve laserike. Këto intervenime në 20-30 vitet e fundit kanë përjetuar një, të themi ashtu, bum në rritjen e tyre, dhe edhe në Kosovë është një rast i tillë. Duhet të themi që tani gjithmonë më tepër kemi persona të cilët kanë nevojë për
korrigjimin e shikimit, prandaj edhe interesimi është, siç thash, më i madh, mirë po natyrisht duhet gjithmonë të kemi parasysh edhe për zgjedhjen e duhur të personave të cilët i nënshtrohen. Po çfarë ju thua atyre personave që hezitojnë ta përdorin këtë metodë? Këto metoda duhet të themi që janë metoda zgjedhëse, elektive, të cilët pacienti mund t'i bëjë apo mund të mos i bëjë. Është shumë me rëndësi të dimë motivin e pacientit, se sa ka motiv pacienti që t'i nënshtrohet këtyre intervenimeve. Pastaj është me rëndësi të dimë edhe profesionin e pacientëve. Ekzistojnë pacientë të cilët për shembull kanë shkurtpamësi të vogël, por gjithë punën e tyre ditore e kanë për shikim në afërsi, dhe këta pacientë për shembull kur janë në moshë pak më të shtyr nuk janë pacientë ideal për largimin, pasi ti mund t'ia korrigjon shikimin në largësi, por pastaj në afërsi të keqësohet. Prandaj gjithmonë kjo është ajo që them që duhet të bëhet për zgjedhja e duhur e pacientëve, pasi jo të gjithë pacientët janë për intervenim laserik, apo jo të gjithë janë për intervenim me lente, mirë po vendimi për të hyrë një intervenimi natyrisht duhet të merr parasysh të gjitha këto elemente. Duhet të bën ekzaminimet e plota të syrit, duhet të mirret parasysh profesioni, duhet të mirret parasysh mosha e pacientit, dhe kur i kombinojmë të gjitha këto, pastaj të mirret vendimi për një lloj të caktuar të intervenimit. Duhet të cek këtu edhe diçka tjetër, që këto intervenime jo gjithmonë duhet të shikohen si intervenime zgjedhëse apo elektive apo të dëshirës. Ekzistojnë shumë pacientë të cilët kanë numër të madh të dioptrisë, të cilët pa syza të themi e kanë të vështirë orientimin ose jetën ose kryerjen e funksioneve të përditshme jetësore. Prandaj unë edhe më herët gjithmonë kam thënë që këto intervenime nuk duhet shikohet vetëm nga aspekti estetik, por edhe nga aspekti i përmirësimit të kualitetit të jetës së atij personi. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse gjithmonë pacientët pyesin edhe a do të largohet tërësisht apo jo, por nuk është njëjtë kur një pacient azëm ka dioptri -10 dhe sikur një pacient tjetër i cili ka -0,5 ose -1. Kualiteti i jetës së një pacienti me -0,5 dioptri ose 1 është shumë më i mirë pas syza se sa i atij natyrisht -10. Prandaj këto intervenime duhet të shikohen edhe nga aspekti i përmirësimit të kualitetit të jetës. Doktor, cilat janë ato pyetjet që ju interesojnë për pacientëve të dinë për këtë pajisje dhe mandej të vendosin a ta bëjnë operimin apo jo? Pacientët zakonisht pyesin natyrisht për vështirësinë e intervenimit. Natyrisht këto janë transishmat që thash në fillim, që pajisja është e re, është e servisuar, është e mirëmbajtur, dhe natyrisht rreziqet e intervenimeve. Për fat të mirë, rreziqet janë ekstrem të vogla në këto intervenime. Rreziqet të themi intraoperative pothuajse nuk ekzistojnë. Rreziqet postoperative janë disa ditë pas intervenimit, sikur në çdo intervenim, rreziqet që duhet të ketë kujdes pacienti nga infeksionet dhe të përdor terapin e duhur, dhe rreziqet tjera pastaj nuk ekzistojnë. Gjithmonë e bëjmë një krahasim nga rreziku i përdorimit të kontakt lenteve për shembull. Rreziku nga përdorimi i kontakt lenteve, nga puna e përditshme që e kemi, mund të them që është shumë më i madh se sa rreziku nga intervenimet laserike. Pasi edhe logjikisht te intervenimet laserike unë them punon me syri një ditë. Te përdorimi i kontakt lenteve të paktën 2 herë në ditë i prek syt në mënyrë jo sterile, në mënyrë jo me dezinfektim, kështu që rreziku natyrisht është më i madh, dhe kjo është ajo që duhet të kenë parasysh personat. Po, doktor, çfarë ndryshime ka pacienti pas përdorimit të kësaj pajisje? Cilat janë ato ndryshimet e para që i vërin? Po, natyrisht pas përdorimit të eksimer laserit, presim që dioptria të largohet dhe shikimi i pacientit do të jetë më i mirë. Kjo është ajo që duhet të di. E dyta është që këto intervenime nuk kanë efekte negative të themi, pasi pacientët shpesh frigorën mos kanë efekte negative afatgjate.
Këto rreze janë rreze ultraviolete, nuk janë rreze radiologjike të dëmshme për organizmin, prandaj edhe nuk ka rrezik nga përdorimi i atyre rrezeve ultraviolete. Kjo është shumë me rëndësi. Një çështje tjetër që është me rëndësi të përmendet është se pacientët shpesh e kanë një keq kuptim se përdorimi i këtyre eksimer laserëve ndikon që më vonë të rritet dioptria. Gjë që nuk është e saktë. Mirë, po një gjë tjetër duhet të dinë që eksimer laserët bëjnë largimin e dioptrisë momentale. Domethënë atë dioptri që e ka pacienti, atë dioptri do ta mënjenojnë. Laserët nuk e di nëse në të ardhmen do të lëviz dioptria. Nëse një person i ka 2 ose 3 dioptri, atëherë laseri do t'i largojë ato 2 apo 3 dioptrit. Por nuk mund të parashikoj a do të lëviz dioptria. Këtë parashikim natyrisht nuk mund ta bëj as mjeku, mirë po në bazë të ekzaminimeve, në bazë të anamnezës që merr nga pacienti, atëherë mund të detektojë një masë të madhe se cilët pacientë kanë rrezik që të lëviz dioptria dhe cilët e kanë dioptrin stabil. Prandaj edhe përdorimi i këtyre laserëve duhet të bëhet te pacientët të cilët i kanë dioptrin stabile, të cilët nuk është ndryshuar dioptria dhe natyrisht të cilët i kalojnë ato testet dhe ekzaminimet e nevojshme. Doktor, cilat janë ato shenjat e para që një pacient duhet t'ju vizitojë ju? Po në aspekt të smundjeve natyrisht çdo pacient i cili vren ndryshim në shikim është mirë që të kontrollohet dhe duhet të kontrollohet te mjeku i syve. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi natyrisht syt janë përshikuar dhe në momentin sidomos kur vren ndryshime në shikim, kjo duhet të jetë një alarm që të vizitohet mjeku i syve. Një tjetër element që duhet të kenë parasysh personat është edhe ndryshimi i shpeshtë i dioptrisë. Sidomos në moshat pas 18-20 vjeç, nëse ndodh ndryshimi i shpeshtë i dioptrisë, atëherë duhet të ekzaminohet dhe duhet të bën të themi analizat e syve, për shembull topografia e sipërfaqes ose ekzaminime tjera në mënyrë që të detektojmë smundjet eventuale të syve. Prandaj gjithmonë shikimi është ai primar. Doktor, sa është e vështirë të përdoret kjo pajisje dhe a kërkon një staf të specializuar për të? Për fat të mirë, këto pajisje dhe pajisjet e avancuara, sidomos varet edhe nga metodat të cilën e aplikojmë, disa kërkojnë, siç thash, një shkollim më të gjatë, disa kërkojnë një shkollim më të shkurt, mirë po diçka tjetër edhe që është me rëndësi te këto intervenime, unë mendoj që janë shumë me rëndësi ekzaminimet para intervenimit dhe përcjellja pas intervenimit. Pasi intervenimi në vetvete si i tillë nuk është një intervenim që kërkon teknik të avancuar, të mjekut. Mirë po shumë me rëndësi që mjeku t'i njoh rreziqet para intervenimit dhe natyrisht në rast të ndonjë problemi atë të di t'i menaxhojë ato. Dhe mendoj që ne në klinikën gjermane të syrit e kemi këtë përvojë tani mbi 20 vjeçare që t'i njohim këto në mënyrë që pacienti të jetë sa më i sigurt dhe të kemi një shërbim sa më të mirë. Doktor, për fund a planifikon klinika të shtoj pajisje të tjera të ngjashme ose ta përditësoj teknologjinë më shumë? Natyrisht, kjo është e domosdoshme në kushtet e sotme të zhvillimit të teknologjisë, pasi çdo ditë dalin teknologji të reja dhe ti duhet të qëndrosh në hap me kohën. Ne në klinikën gjermane kemi pasur parasysh këtë dhe gjithmonë kemi qenë në hap me kohën në sjelljen e teknologjive të reja, aparaturave të reja, servisimet e tyre, mirëmbajtjet e tyre, pasi puna jonë varet shumë nga ekzaminimet të cilët i kryejm dhe ekzaminimet duhet të jenë të sakta në mënyrë që pastaj ti të merr një vendim të drejtë. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme dhe gjithmonë e kemi patur parasysh këtë. Doktor, të falenderoj për të gjitha informacionet dhe këshillat e tua sa i përket kësaj pajisje. Faleminderit juve për mundësinë. Shikues të nderuar, në vazhdim do të ndjekim një storje të realizuar pikërisht për këtë pajisje.
Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni, shihemi në emisionet e radhës, natën e mirë dhe mirupafshim.